Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirova shikues të nderuar. Nga 9 shkurtit deri me 26 tetor, pothuajse në tërë opinionin në Kosovë ishte temë zgjedhjet nacionale, kur do të formohen institucionet, cilat do të jenë vendimet e gjykatës kushtetuese të adresuara nga subjekte të ndryshme politike, cila parti me kënd do të bën koalicion, po ashtu a do të formohet qeveria kurti 3 apo jo deri me 26 tetor. 26 tetori doli që nuk ka qeveri kurti 3 dhe Kosova duket që do t'i drejtohet prap kutive të votimit. Për të diskutuar lidhur me këtë rrjedhë politike dhe zhvillimet që ndodhen pothuajse në këtë vit, kemi të ftuar avokatën dhe njohuesin e çështjeve politike Muhamet Mujaj. Përshëndetje zoti Mujaj, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje edhe për juve, gjithë teleshikuesit e Arbërisë, faleminderit për ftesën. Tani e kemi një epilog të zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe nëse shohim reflektimin nga 9 shkurtit deri me ditën e djeshme, si u kondukur këto ngjarje, këto rrjedhje, kanë qenë të koordinuara, kanë qenë të përgatitura me skenar, apo kanë rrjedhur në bazë ngjarjeve dhe zhvillimeve politike që kanë ndodhur në vend. Vetë fakti që kishëm mbi 50 seanca për konstituimin e kuvendit, kryetarit, nënkryetarëve, aty i kemi pa se diçka nuk është në rregull me institucionet tona, me aktet politik. Prej kësaj studio kem thënë, derisa Gjermania me gjitha ata banor ka arrit që brenda një dite t'i numëroj gjitha votat, krerët e gjitha partive politike në mbrëmje të ulen bashk dhe bashkarisht i bisedojnë gjitha rezultatet e anë pozitive, negative të fushatës zgjedhore, që ka mundësi që ne një vend kaq i vogël me aq pak banor të mbesemi Robert gati një vit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, nënkryetarëve e sfundi edhe dështimit për të formuar qeverinë. Kjo dëshmon se ne ende si popull, si shqiptar që jemi, e kemi atë kokëfortësinë, e kemi inatët, e kemi xhelozinë, edhe është e vërtetat që e kanë thënë pak më herët, se në vendin ton është fut një urrëtie që ndoshta vash Zotit të mos përsëritet asnjëherë ndër vite, aq është fut një urrëtie mes qytetarëve nga politika. Saqë çdo vend, qoftë edhe në familje, është duke u vrejt kjo gjendje. Derisa kemi një strukturë të tillë politike, derisa kemi njerëz prirës të partive politike që kanë kokëfortësinë, kanë inatët dhe nuk i dhanë përparësi shtetit, nuk i dhanë përparësi anës së përgjithshme dhe interesit të përgjithshëm, atëherë unë besoj që do të vazhdoj tutje të kemi krizë, ndoshta krizë edhe më të thellë se sa që ishte këto muaj të tërë që i kaluam dhe i lëm pas. Avokat, gjatë këtij procesi të konstituimit të institucioneve të Kosovës kemi pa ndrim kandidatëve. Spore kemi filluar me votim të hapur për zonin Alborinë Haxhiu, më pas ka vazhduar një seri seancash në votim të mshehur, më pas drejtimin e gjykatën kushtetuese, ku doli që është bërë shkelje kushtetuese lidhur me ndryshimin e procedurave për kryetar të kuvendit, deri tek ardha në përfundim u konstitua kuvendi, doli një kandidat i cili edhe demalbosha në këtë rast zgjoi reagim publik, më pas u publikua një dokument, një punim shkencor që ishte fyrje për vlerat e luftës, më pas pati prap tek adresim tek zgjedhja në kryetarit të pakicave, në këtë rast të pakicës serbe, edhe tani e pom edhe votimin të qeverisë.
A mendoni që kanë qenë të koordinuara këtu, kur t'i shohim nga perspektiva tani që kanë kaluar? Vetë fakti që nuk ka pas kurfar disponimi, që akterët kryesor të partive politike tulen dhe të bisedojnë, e sidomos fituesi i zgjedhjeve të bisedoj me të tjerët, tregon se vetë fituesi i zgjedhjeve që është kryeministri nuk ka disponimin dhe nuk ka guximin që të vazhdojë me tutje si kryeministër i vendit, për shkak se e presin punë të mëdha të cilat i ka marrë përsipër për t'i kryer e që realisht janë kogja të rënda dhe ndoshta për shkak të peshës që janë do të mundohet t'i ikë kësaj përgjegjësie. Me ndëgju avokatin, une me pas qenë në kuvend kisha m'ia dhënë votën dhe kisha me zgjedh si kryeministër, me pa se deri ku është ajo fuqia e tij për të vendosur për fatet e Kosovës, por me bindje të plot them se nuk kishin shku as 5-6 muaj dhe i njëjti kish me dhënë dorëheqje se kish me u largu komplet prej asoj përgjegjësie. Pse mendoni nuk e pat guximin që të përballet, ku e dim që ka fituar mbi 42%, ka pasur 48 deputet, ka mbështetje të madhe elektorale. Mbështetje më të madhe nuk ka në Kosovë tani për tani lider që gëzon nga populli. Po nëse e marrëm më herët, nëse e tërheqëm një paralele prej pas luftës, me ekzistimin e institucioneve tona që kanë qenë, ne kemi pas kryetarin e shtetit Ibrahim Rugovën, ai që ka pas ndoshta vota dhe më tepër se sa sot që ka lideri i vetëvendosjes, mirë po çdo herë ka shpreh gatishmëri dhe i është ofru konsensusit. Ky sikur me dasht mi marrë gjitha pozitat e shtetit, që realisht nuk do duhet të vepronte ashtu. Në kohën e Rugovës kemi kryeministra cilët janë caktu nga vetë marrëveshjet që janë bë. Do thotë ka hiq dorë prej pozitës kryesore të shtetit edhe pse ka qenë fituesi i zgjedhjeve dhe i ka ofruar në atë kohë Bajram Rexhepit, i ka ofruar Ramush Haradinajt e konsensuse tjera të cilat e kanë bërë që jeta politike të jetë edhe më produktive, po edhe të mos kemi zvarritje të tilla që realisht barrën do ta bartë çdo herë qytetari dhe zhvillimi i vendit. Gjuma polarizuese ka qenë në zgjedhjet nacionale ka qenë bukur e theksuar. Po ajo çka ka zgjuar interesim dhe reagim të opinionit qytetar ka qenë dalja pas fitues në zgjedhje, nga zgjedhjet e 9 shkurtit, me termin që këta janë hajvana. Edhe a ishte kjo një sinjal që nuk do të afrohet me asnjë subjekt politik. Pastaj kemi pa edhe disa letra drejtuar subjekte politike me theks të veçantë lidhjes demokratike të Kosovës, por asnjëherë nuk është dukur tamam si ftesa të sinqerta. Nuk e di pse kryeministri Kurti aq shumë është dashuruar pas LDK-s, me gjetë atë formulën pse është i dhënë shumë pas LDK-s, kishte më qenë interesant për gjithë. Tërkohën i ka ofruar LDK-s marrëveshje të tilla dhe ka pretenduar që vetëm me LDK-n kishte për ta formuar qeverinë, por nuk i marr si sinqerta, them drejtën, asnjë prej lëvizjeve të kryeministrit detyrë për shkakun se ai asnjëherë nuk është ulur në tavolinë dhe të bisedoj me asnjërin prej tyre. Ka përdor terminologji, ka përdor fjalë fyse të cilat ne si shoqëri ende jemi shoqëri e moralit e personalitetit që i ruajmë pak karakter, pak personalitet. E pam edhe rastin e fundit me deputetin dhe qytetarin i cili e fyeti dhe sa ai ishte duke dhënë intervistë. Këtu mundëm me e pa se ne ende mundohemi me ruajt personalitetin ton dhe fymja është kogja e rëndë dhe paguhet. Kam menduar se do të ndodh me rastin e paraqitjes së kryeministrit detyrë me atë fjalën hajvan, kam menduar që ka ndodh ndoshta edhe ndonjë përleshje fizike, po fatmirësisht nuk ka ndodhur, për shkakun se është një fjalë e rëndë për qytetar, edhe nëse e flet atë fjalë
ti po i drejtohesh shumicës së qytetarëve që nuk të kanë votuar. Për jashtë ata që kanë votu, po ka qytetarë që edhe nuk dalin votime. Fare nuk kanë dalë votime, e që është një numër fatkeqësisht i madh, do shta mbi 40% ose edhe 50%. Edhe po i drejtohesh krejt atyre qytetarëve me fjalën hajvan, është një shprehje e rëndë, unë nuk e kuptoj si ka ardhur, ende nuk e kuptoj si ka ardhur deri te ajo fjalë, po ndoshta edhe e ka lumja si i burgosur në burgjet serbe, po ndoshta edhe ajo pjesa e jetës me gure, ku ta diun me dhunë ndaj institucioneve, e ka bërë që të shprehet në atë formë, po nuk i takon një lideri, nuk i takon një intelektuali që dal e të flas me një gjuhë të tillë në drejtim të qytetarëve. Do të shumë pas kujdes, unë si avokat, po dhe si profesionist i fushës, mendoj që gjuha e urrejtjes duhet me marrë fund një herë për gjithmonë dhe atë duke vendos legjislacion të ri në vendet ku duhet, e pse jo të mos kthehet ajo çysh ka qenë për veprën penale të shpifjes, nxitjes së urrejtjes dhe ata që nxisin urrejtje nëpër rrjete sociale, po edhe ata që qofshin që janë politikanë të kalibrit të tillë, pse mos të marrin dënimet e merituara dhe një herë për gjithmonë t'i shohim garat politike si diçka normale dhe ata që janë më bindës t'i fitojnë e jo asnjëherë duke i tmerru qytetarët me lloj-lloj deklarimesh, me lloj-lloj shpifjesh e cytjesh, nxitjesh që janë shumë të rrezikshme për harmoninë mes qytetarëve. Politika, po edhe jeta është ndërtuar në bazë kompromiseve, në bazë marrëveshjeve, edhe është në aspektin logjik që nëse nuk e ke fituar mbi gjysmën e votave, deshte duhet të adresohesh, duhet të drejtohesh subjekte politike për koalicion për të qeverisur. Pse hezitoj zoti Kurti që të bashkëqeverisë me dëri subjekt, ka pas takime me zotin Limaj, po prapse doli që nuk pati marrëveshje edhe me të. Po them se do duhet të ketë kompromis. Edhe nëse zotri Lima i ka pas vetëm 3 deputet dhe i është ofru koalicionit, pse të mos e marr atje një pozitë rëndësishme të shtetit, për shkak se pi ofron ndërtimin të institucioneve, mundësinë e ndërtimit të institucioneve. Problemi është që në shoqërinë tonë politikën e kemi bë si lloj profesioni gjithë qytetarët. Nuk ka qytetar që nuk merret me politikën për shkakun se ndoshta edhe kemi arritur në atë kulmin e pambeturisë e varfërisë, e ndoshta edhe nuk kemi me çka më u marr, tërkohën merremi me politikë. Përndryshe në shtetet ku ka zhvillim, në shtetet ku njerëzit punojnë, angazhohen, shumë pak janë të tillë që deklarohen ose i sheh duke shkruar atje në rrjetet sociale për çështje politike. Thuaj se të paktën ata që interesohen për politikën, votojnë, e tregojnë kulturën e votimit, kush fiton, e fiton pushtetin, po ne kemi një sistem të tillë, i ndërtuar në mënyrë të tillë që kompromisi, bisedimet mes subjekteve politike do të më qenë çdo herë. Për shkakun se edhe nëse i merr mbi 50% votave, kur është në pyetje disa vendime të rëndësishme të shtetit, cilat i ka parapa kushtetuta në mënyrë decisive, atëherë duhet mbi 80 vota deputetëve, që i bën se jo gjysmë, po duhet të kesh një numër të madh të votave deputetëve për të ratifikuar marrëveshje ndërkombëtare, instrumente ndërkombëtare që janë të rëndësishme për vendin. Si keni parë shkeljet kushtetuese që janë bërë gjatë konstituimit të institucioneve, veçantin të kuvendit, ku kaloj pothuajse nuk ka ndodhur asgjë. Nëse shkeljet kushtetuese i shohëm si diçka e keqe, unë kisha bën një krahazim mes veprës penale dhe kundërvajtës. Këta sikur e kanë kalu shkeljen kushtetuese diçka në kundërvajtje. Një xhob atje prej policisë,
pa i vu në i tekst veçantë pse u boja shkelje. Në vendet ku ka vetëdijsim qytetar për shtetin ligjor, për kushtetueshmërinë edhe respektin ndaj kushtetutës. Ata që do të bënin shkelje kushtetuese, më pëlqej një ditë një prononcim i një eksperti ku thot se shkelja kushtetuese është ajo shkelja e fundit që një zyrtar ose një pres ose një figurë publike e bën dhe do të ishte e fundit që ai të marrë pjesë në jetën publike. Aq është e rëndësishme respekti ndaj shtetit ligjor dhe kushtetutës. Jo këta kanë bërë shkelje të vazhdueshme të kushtetutës pa kurfar ndikimi qoftë moral, qoftë ndaj ndonjë ndeshkimi apo edhe ndonjë brejtje ndërgjegjes pse kanë ardhur deri te ajo shkelje. Dje pam tentimin për formimin e qeverisë Kurti 3. Ishte një lexim nga deputeti Kurti, mandatare për formimin e qeverisë, edhe doli me propozim të disa 20 kandidatëve për ministra. Që ishte, si e keni pa këtë, kur nuk i ka siguruar votat, që të votohet, pse ishte ai fjalim, pse ishte propozimi për deputet, kur nuk kishin platformë të shkruar për qeverisje 4 vjeçare, dhe si e keni pa fjalimin e djeshëm të zotit Kurti dhe propozimin e emra për ministra. Vetë fakti që nuk ka pas konsensus edhe nuk ka pas bisedime mes aktorëve politik. Shkurja në formë të tillë në Kuvend më tepër është si një lloj loje, duke menduar se po tërhiqim ndonjë peshk, po tërhiqim ndonjë deputet prej opozicës dhe po na voton qeverinë. Fjalimi që bëri zotriu në fjalë ka qenë shumë i dobët. Një fjalim që nuk ka arrit me shpërfaq asnjë prej punëve të cilat i planifikon si qeveri. Po të kishte seriozitet, ai spaku do ta kishte platformën, do ta kishte programin e punës që do të kërkonte ta votonte edhe që në fund i pasi si ka votat, spaku do të kishte atë plan program edhe do t'ja drejton të gjithë deputetëve. Do t'ishin fletushkat se çka planifikohet. Unë ndëgjova se ka planifiku 1 miliard euro vetëm për ministrinë për ushtrinë, se s'gaboj, për siguri. E lloj premtimesh ose një pjesë të fjalimit atje 5 prioritetet për javën e parë. Cilat ishin ato? Këtë kishin të bënin me pensionet edhe me kategoritë sociale. Që prap e marrë si jo serioze, ose në njërën anë tërkohën ka kriju një lloj shfaqje se serbët s'na nevojitën, e atje thot që Kosova është me 8% minoritete dhe janë pasuri kombëtare, pasuri e këtij vendi, i përmend se janë 2 simbolistë të ri serb cilët janë rekrutu. Tash, a janë qytetarët serb barabart dhe a janë vlerë edhe në parlament, apo nuk janë, do të përcaktohet, jo të krijoj aso narracione të rrezikshme se atje deputetët serb janë të rrezikshëm për vendin. Kam deklaruar më herët, nëse nuk ka arrit për këtë 5 vjeçar, sidomos për trazdirat që janë shkaktu në pjesën veriore të Mitrovicës dhe që janë prej listës serbe. Nëse nuk ka arrit për tërë ato vite prej trazdirave deri tash që listën serbe të mos e largoj prej jetës publike dhe ta largoj si parti jo kushtetuese dhe parti e cila është në kundërshtim me rendin ton juridik dhe kushtetues, atëherë pse i nevojitet ky narracion ton kohor? Megjithatë lista serbe ka marrë numrin e komunave pothuajse 100% të Po pse i komunitetit serb. ky narracion? Pse i duhet ky narracion si lista serbe kush bashkëpunon me listën serbe? Lista serbe, nëse nuk e ke shpall si parti
që tregova më herët parti jo kushtetuese ose parti në kundërshtim me rendin juridik të Kosovës, atëherë ai ka gjitha të drejtat dhe është e barabartë. Çdo serb atje, deputet serb në Kuvendin e Kosovës është i barabartë me gjithë deputetët, pa dallim. Ata janë barabartë. Zoti Muja, këtë që po thoni është pothuajse 100% e vërtetë, po këtë nuk e kanë pranuar edhe partitë ish opozitare. Se kemi po nuk kanë votuar kandidat nga lista serbe për nënkryetar të Kuvendit. Po edhe këtu ka qenë një farë loje e cila është zhvillu, ma tepër ka qenë për zvarritje dhe për të vendosë kundërsharin në një pozicion pa lakmueshëm, po prapse prap lista serbe me këtë përbamje është e barabartë me çdo parti tjetër në Kosovë. Ata, siç thatë, i kanë marrë disa komuna dhe janë zgjedhje të cilat janë në mbajtje një të ligjshme dhe komunat kanë me administru, mirë po kam bindjen se do të duhet administruar ashtu qysh lejon legjislacioni. A duket pak paradoksale për opinionin që ta themi e kanë hinë politikanët që në një renon po njëti subjekt politik e kanë trajtuar në formën ndryshe që është listë terroriste jashtë trendit e të gjitha, ndërsa në anën tjetër kanë fitu komunat ku kanë operu, ku kanë konkuru, gjitha komunat ka fitu lista serbe. Tashti, a janë legjitim këta kryetarë të komunave që kanë dalë nga vota e popullit ku banojnë, edhe për njëta voti ka votu edhe këta deputet. Padyshim, derisa ashtu edhe thash, derisa nuk është largu nga skena politike, partia e njëjtë e cila ka qenë prej atyre partive ku i ka pri protestave problemeve në pjesën veriore, ose ku kryetari i partisë ose nën kryetari çka ka qenë ai terroristi ka organizu një sulm terrorist kundër rendit tonë kushtetues dhe ne s'kemi bë asgjë, sidomos partia që ka qenë në pushtet, atëherë ata janë legjitim dhe do duhet të zhvillojnë aktivitetet e tyre ashtu sipas legjislacionit tonë. Këtu është edhe ajo sprova jonë e institucioneve tona, unë e pranoj se pjesën e Kosovës, pjesën veriore, në ato 4 komunat, sa kanë qenë të zgjedhur kryetarët shqiptar të komunave, është punu shumë, është kthy ai legitimiteti dhe sovraniteti i vendit, duke i vendos flamujt, duke i vendos vullet shtetërore, duke u nxjerr statutet e duke u parapa në ato statute gjitha obligimet si komun, stafin administrativ, e gjitha ato rekrutime tjera, është kthy legitimiteti, nuk është kthy, mirë po tash jemi në atë sprovën që do duhet shtrënguar se edhe kryetarët serb të komunave të punojnë ashtu siç kanë punuar ata shqiptar dhe të respektojnë statutin e nxjerrë më herët dhe legjislacionin tonë të Republikës së Kosovës. Çfarë do të ndodhë nëse nuk veprojnë në kuadër të lishmërisë së Kosovës, kryetarët e sapo zgjedhur në komunat serbe, nëse nuk e pranojnë e largojnë flamojnë e Kosovës edhe veprojnë si të mëhershmet, çfarë do të ndodhë? A ka mekanizma shtetëror që do të mund të mbikëqyrë, të kontrollojnë këta kryetarë komunash? Po gjë normale atje e kodi penal ka parapa me plot vepra penale kundër rendit kushtetues, edhe juridik Kosovës. Ata që marrin guximin me utall ose me cenu çfarëdo pjesë të Kosovës, qoftë me mosbindje të tilla të asaj që është ndërtu prej ish kryetarëve të komunave, do duhet marrë hapa përmes mekanizmave të sigurisë, po edhe përmes mekanizmave të hetimeve dhe të vuan para drejtësisë gjithë ata që tentojnë me ndërhy jo ligjshëm në procese të tilla. Zoti Muja, kthehem tek tema e bisedës sonë. 2 kandidime që kanë qenë interesante për ministra ka qenë kryeparlamentari edhe nën kryetari i Kuvendit për ministra.
Kosova ka kaluar muaj të tërë, 5 muaj e gjys, derisa zgjedh një kryetar kuvendi, edhe pastaj prap kemi pas një shkresë drejt gjykatës kushtetuese e lidhur me nënkryetaret, edhe zoti Kurti propozon kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarin e kuvendit për ministra. Si e keni po këtë? Po kjo tregon se i njëjti nuk ka kur farë serioziteti në punën që bën. Ka ardhur me premtime që do ta reduktoj numrin e ministra. Me sa dëgjova se nuk merren as shumë me ato deklarimet e politikanëve, mirë po e di që premtimet kanë qenë që më ardh deri te numri 13. Tash po dalin që janë dikon afër 20 ministra. Kjo ka qenë edhe loja e tij se mos po e marrin atë karremin që thashën fillim, ndokush prej deputetëve ato edhe po e votojnë qeverinë. Ky lloj mos mbajtje e premtimeve, ose ta marrim shembull atje, ka ardhur me pretendime që kemi meru pasurinë shtetërore, gjipat s'kemi mi keq përdor, pronën publike s'kemi me keq përdor, realisht gjatë gjithë zgjedhjeve, qofshin ato qendrore, qofshin lokale, këta nuk ju kanë nda asnjëherë gjipave edhe veturave zyrtare. Tërë kohën kanë qenë me vetura zyrtare në mbledhje, në ato takimet me qytetar, saqë kanë luajt edhe me kartën e subvencioneve të bujqësisë, me kartën e pensioneve, ku edhe rinisë studentëve që unë e them është hallka më e rëndësishme shtetit, i kanë ofruar 100 euro vetëm për ta ofruar të kutitë të votimit për të votuar për partinë pushtet. Kjo mënyrë e punës, kjo mënyrë e propagandës është shumë e dëmshme, për shkakun se asnjë prej liderëve, po them prej liderëve se ai do duhet të ishte lider, nuk është duke i mbajt premtimet dhe çdo herë me ardhen pushtet pe keq përdor besimin e qytetarëve. Këtë rast edhe zotri Kurti ka keq përdor besimin e qytetarëve dhe me çdo kush për me mbetë në pushtet. Po më duket se jam duke pa atë anën personale, private. Me çdo kusht me mbet pushtet është në gjendje të bëjë gjithçka. Vetëm mbetet pushtet. Pse mendoni kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarin ka propozuar për ministra, ku para pak kohësh janë zgjedhur nga deputetët e kuvendit të Kosovës? Po, ku ta di, ndoshta ka planifikuar që atje për kryetar të kuvendit ta vendos diko tjetër, mirë po, sa i përket kryetarit të kuvendit e kam shprehë edhe publikisht edhe prapë e shpreh. Ashtu siç e tha edhe një prej deputetëve, nëse s'gaboj zotri Limaj, thotë që ai nuk ka vend në institucione. Me atë deklarim, me atë shkrim, cilin ka marrë pjesë, nuk e di edhe institucionet tona të sigurisë, së drejtësisë, qysh ka mundësi një personit të tillë të mos i hapin rast penal dhe të jap përgjegjësi. Unë nuk e di çfarë gjaku do të ketë një person i tillë që ta fyj në atë nivel ushtrinë çlirimtare të Kosovës, duke e vendos atje në dyshimet më të tegra që si ka vendos as serbët që kanë vendos. Tash duket që jemi pranë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, mund të ndodhë që cilat janë hapat dhe çfarë pritet të ndodhë. Nga dita e djeshme është afati 10 ditor tani. Të ofrohet dikujt tjetër nga partia fituese apo partive tjera, çfarë do të ndodhë në këtë 10 ditë, apo pritet që presidenti t'i shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme? Kryetari i shtetit sipas mandatit që e ka për obligim të bisedojë edhe me personin e dytë, me liderin e dytë për nga votat, e që i vije që është Partia Demokratike, nëse s'gaboj, mandatohet nëse arrin të marrë votat ose dikush prej tyre. A duhet i sigurojnë së pari votat ta merr tani? Dikush prej tyre do të me bind që ka siguru votat dhe me hy në parlament, në kuvend dhe mu mat ato, me mat votat cilat i ka. Nëse realisht edhe kjo nuk ndodh, atëherë duhet të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, që janë të lodhshme për qytetar, mirë po mendoj që edhe qytetarët duhet të reflektojnë. Zgjedhjet që bën qytetarët
nuk kanë tjetër për postyre që i kemi. Mirë po, do duhet ta kuptojnë mos seriozitetin, sidomos të partisë në pushtet, për mos konstituimin e organeve të shtetit. Nuk do duhet që vetëm opozita të fajsohej, për shkakun se nuk është fajtore opozita, por është një farforme fajtore pozita e cila nuk i ka ofru opozitës bisedime dhe pozitat cilat i takon. Nuk e mora rastisht shembull atje liderin Rugova, i cili me gjitha ato vota e ka lëshu pozitën kryesore e që është ajo e kryeministit dhe i ka dhënë partive tjera, kurse vetë ka mbajtur pozitën e shefit shtetit dhe e ka zgjedh problemin e qeverisë. Zoti Muja, gjatë ditës së djeshme u shpërmendur, edhe ka qenë shumë interesante dhe ndoshta hyrje për një numër të madh të njerëzve të popullatës së Kosovës, ku deputetët e subjekte politike përmendin buxhetin e Kosovës, ku të njëjta klasë politike nga shkurti, përkatësisht nga prilli, e kanë mojtër ngërç, e kanë mojtër të bllokuar venin, edhe sot po të njëjtit njerëz thonë që Kosova po mbetet pa buxhet. Po e ka edhe kjo atë absurditetin e vet. Po them nuk mundemi ndoshta mi barazu të gjithë, se ka edhe prej deputetëve të mirë të përgjithshëm. Mirë po, është një papërgjegjësi e përgjithshme e deputetëve, po edhe liderëve, që unë i konsideroj liderët ata që janë promotorë dhe katalizatorë në zhvillimet. Gjatë këtyre viteve e kemi pa sigurisht gjithë se politikës nuk i intereson qytetare. Nuk kemi arrit ende në atë nivelin që politikës mi interesu jeta e qytetarit edhe me dalë mi pa hallet e qytetarit. Që intereson politikës, intereson gjatë zgjedhjeve me marrë votat dhe pas zgjedhjeve shumë pak interesohet për zhvillimin ekonomik. Na ti marrim shembull, vetëm këto 6 vite që shkon, cilat kanë qenë investimet e jashtme në Kosovë. Në fjalimin e kryeministit në detyrë, ai plot gojën e pat investime, por realisht cilat janë investimet, ose kish fjalë të mëdha asaj përket rritjes ekonomike, po cila është ajo rritja ekonomike? Me parametra të tij apo me parametra real? Se për të qenë rritje ekonomike ose krenohej për inflacionin, se jemi vendi ku kemi inflacion mas pak. Po s'është e vërtetë. Ato parametra duhet t'i nxjerr ekonomia dhe njerëzit të pavarur që kur të nxjerrën prej tyre ne kemi me pa veten se edhe jemi larg, nuk kemi asnjë investitor të jashtëm. Derisa nuk kemi investitor të jashtëm, nuk ka me pas as zhvillim ekonomik. Derisa nuk kemi zhvillim ekonomik, as punësim, as kjo është mënyrë zinxhirore, edhe në fund produkti i jetës qytetarit ka me qenë në nivelin çfarë jemi duke pa çdo ditë. A do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme apo presni që të dalë këtë 10 ditë ndonjë zgjidhje? Po, ndoshta mundet me ndodhë edhe ndonjë befasi, po më shumë mendoj që kemi me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme, e që rezultati ndoshta nuk ka me qenë shumë larg këtij rezultati që kishëm. Mirë po, prap duhet dhënë hapësirë bisedimeve dhe duhet larguar nga ajo kokëforcia shqiptare që kemi, për shkakun se me kokëforci nuk zgjedhen problemet, me këto inate, me këto ngërçe e deri te niveli personal atje, nuk i bëjmë nder as kombit, as shtetit, as qytetarëve. Por duhet ulur, biseduar dhe zgjedh ata që janë më të mirë. Pse mos me i taku kryeministi edhe ndonjë partie tjetër, ose nëse ka konsensus me zgjedh edhe një personalitet që ka dëshmu për jetën institucionale, apo që ka dëshmu se është i pastër dhe mund t'i jap kontribut shoqërisë. Zoti Muja, për fund, a duhet të kemi në politikën e vendit tonë përgjegjësi dhe llogaridhënie para qytetarit? Një vit i humbur do të thotë shumë. E tërë është për interesa teke të politikanëve tanë, të cilët kanë marrë besim në pikët këtë vit. Qysh e thash në fillim, ne jemi me inate.
nuk shkon jeta institucionale me natë. Pse e marrë shambullat edhe tash në fund, pe marrë edhe në fund të emisionit. Gjermant kishin zhvillu komplet procesin zgjedhor, ishin ullë ato edhe arritën marrëveshje. Mrena javës është formu qeveria. Pse mos më formu qeveria edhe tek ne, edhe mos me ashpersu gjuhën, po unë mendoj që institucionet tona do të fillu me marrë në përgjithësi edhe për gjuhën. Pse mos me shku një politikan në përgjithësi, ndoshta edhe penale. T'ja lëmë edhe sferës civile, ato është çështje individuale, a ngrit pa di apo nuk ngrit dikush. Po pse mos me marrë në përgjithësi penale për damën që i shkakton vendit. Shumë pak kanë dhënë përgjithësi, mu më pëlqej sot edhe pse çdo herë ne e kemi parim në jurista që çdo njeri konsiderohet i pafajshëm. Derisa nuk ka vendim të plot fuqishëm është parim atje juridik e kushtetues, mirë po më pëlqej se edhe prokurori, edhe gjyqtari, edhe deputeti, edhe kryeministri, edhe kryetari i shtetit nuk janë persona të paprekshëm. Atje ish arrestu një prokuror edhe shumë mirë është bashkë që arrestohet. Duhet me kuptu çdo njani se para ligjit jemi të barabartë, edhe nuk mundesh me shkaktu dëm qytetarëve aq shumë se një vjet me ba hajgare me qytetarin. Për herë të parë në historinë tonë, që nuk është në histori e madhe 2 dekaqe. 50 e sa seanca mbahen për çka? Për kokforci edhe për inat. Duhet mësu me dhënë përgjegjësi. Po edhe qytetari duhet mësuar që ta ndeshkoj atë që tregon kryenetësi e atë që shpif e që bën propagandë të pahishme në dëm të të tjerëve. Avokat, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Faleminderit edhe për ju. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.